Ndërkohë Rama ka bërë një akt të tmerrshëm të ndyrë anti-shqiptar, një tradhit lart para disa ditësh, dhe askush flet për këtë temë. Cili është? Ka bërë një deklaratë të përbashkët, një shkrim të përbashkët me Vučićin, drejtuar Europës, na fusin e Europë kështu siç jemi ne dhe Serbinë. Kjo është tradhtia më e madhe që është bërë në Kosovës. Se kushti europian për Serbinë është njeh Kosovën. Ai po heq qafë Kosovën dhe po ndërvepron me Serbinë drejt Europës për të futur një thik pas shpine. Kje parasysh, Shqipëria ka pas shumë të këqij historikisht. Asnjëherë Shqipëria nuk ka pa një si Rama. Brenda vetëm 10 vjetësh 1 milion shqiptarë për zuri. Apo. Ço mund t'i bësh një vendi më shumë? Gjithë pasuritë kombëtare po i shkatërron. Po bën këtë vend pa jetush. Tashmë është dhe armiku kryesor i Kosovës. Mbi të gjitha është armiku i racës tonë, kombit tonë se da urrë. Nga i pritet çdo gjë. Po Kurti dhe qeveria e Kosovës, a është ndjeni për të? Kurti është një armik i shqiptarëve të Kosovës, që shqiptarët e Kosovës nuk e kuptojnë, dhe këto ditë po vërtetojnë tezat e mia, ku ai po kërkon të azgjësoj si kandidaturë presidenciale Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani, siç e mban në takim me Trumpin, Trumpi thoshte më ke një telefonat larg. Kurti kërkon të shkatrojë të vetëm në orë komunikimi të shqiptarëve në rajon me Amerikën. Sepse Kurti, si zogi qyqësorës, se Trumpi di diçka, domethënë përderisa i tha një telefonat larg? Është e preferuar e administratës amerikane. Kështu funksionon kjo administratë e re, me të preferuar dhe të pa preferuar. Jo, për te kësaj, a ka ndoshta shërbime sekrete, Amerika, ka ndonjë informacion për këtë skemë që po flasim ne? Cilën? Kurti, Rama, Vučić. Po unë po ta shpjegoj. Ka ndonjë informacion Amerika dhe Trumpi që i ka thënë ta di hallin? Kurti po eliminon të vetmin person në rajon shqiptar, që është në gjendje të mbrojë interesat e shqiptarëve, në Washington, që është Vjosa Osmani. Unë kam pas gjithmonë mendim shumë të keq për Vjosën, por gjithmonë kam thënë një fjalë për Vjosën. Paç fatin e Vjosës, se e dredh me të gjithë dhe di ta luaj mirë lojën. Ma kuptove logjikën. Paç fatin e Vjosës. E kuptova. Ata duan ta eliminojnë Vjosën sepse Vjosa ka akses drejt për drejt. Dhe Vjosa me aksesin që ka e bën faktorin shqiptar të mbrojtur. Kurti po eliminon të vetëm faktor që kemi. Do t'i arrijë thua? Ka votat në parlament dhe varet shumë nga opozita. Opozita e ka fajin në këtë rast që nuk kandidon Vjosën. Po të kandidojë opozita Vjosën, Kurti është shamat, nuk ka ku shkon.